Se keni ardhur në emisionin e përjashëm Ballafaqim, I cili transmetohet çdo të martë në orën 21 drejt për drejt në valët e televizion të Apollon. Kriza ekonomike dhe sfidat e qeverisë është tema e këtij emisioni, në të cilin do diskutojmë dhe për shumë çështje të tjera të rëndësishme, si modelet apo politikat për kalimin e krizës, do të diskutojmë për realizimin e premtimeve të qeverisë Rama, pikrisht në kuadër të krizës ekonomike, si dhe për çështje tjera të rëndësishme, me të ftuarit tanë, të cilët janë special në këtë emision, zotin Vasi Balla, specialisti I fushës së ekonomisë, mirëmbrëma se ka ardhur zoti Vasi. Zotin Ferdinand Muskaj, përfaqësuesi I shoqërisë civile, mirëmbrëma zoti Ferdinand, më ka ardhur. Dhe zotin Bardhyl Salia, biznesmen. Mirëmbrëma zoti Bardhyl. Realisht Bardhyli është dhe ekonomist, prandaj diskutojmë dhe për prezantimin. Zoti Balla, kriza që po paraqitet në gjendje alarmante dhe po përfitet shumë në të gjitha takimet e kryeministrit Rama me Komitetin e Biznesit, me përfaqësues të shoqërisë civile dhe të shumë institucione të tjera, është motiv për të justifikuar mosmbajtjen e premtimeve apo është reale në përmasat e saj? Parë njërë falenderojmë televizion Apollon që për ftesën që na bën në këtë ballafaqim të rëndësishëm për ekonominë tonë. Unë do të thosha që situata ekonomike në vendin tonë sot paraqitet shumë negative. Për këto arsye. E para njëherë ka një rritje drastike të deficitit buxhetor. Ka arritur mbi pikën kritike. Kjo është një negative për ekonominë e vendit tonë. Tjetër, problem që ka ndikuar negativisht në ekonominë, në rritjen ekonomike, janë edhe ritmet e rritjes ekonomike. Ky është nga 2009, që kemi pësuar një rritje ekonomike që shënon në shifrat 7.5%, edhe pas 2009-s vazhdon në 3.7%, në 1.8%, 1.6% viti që u mbyll. Pra, këto shifrat të rritjes ekonomike tregojnë një rënje të ekonomisë. Tjetër, ngurtësimi I kredive për biznes. Pra, kredit për të dhënë bizneset janë ngurtësuara, nuk po hipen. Pra, biznesi sot për sot është në krizë për likuiditet. Ka nevojë për likuiditete. Gjë që tani për tani, siç e thash, nuk po I hipet. Detyrimisht kjo është një për biznesin është një tregues shumë I rëndësishëm, sepse nëpërmjet likuiditetit që do të marrin kredi, do të zhvillojë aktivitetin e prodhimit apo të shërbimit. Pra do rris prodhimin, shërbimin, do punësoj punonjës. Pra do rritë edhe numrin punësorëve. Gjë që kjo nuk po hipet. Përveç borxheve të tjera që ka shteti, që ka qeveria për punimet e kryera që ka kryer biznesi, edhe kjo është një influencë shumë e madhe për bizneset. Sepse nëpërmjet këtij borxhi që ka qeveria, karshi punimeve të kryera, ndaj që ka kryer biznesi, nuk janë parat, pra nuk janë likuiduar parat. Gjë që këto biznesi apo sipërmarrësit do të mobilizonin këto para, likuiditet, për të rritur prodhimin